Po përshkruni situatën aktuale në të cilën gjendemi mirë, po ku qëndron PDK-ja në këtë mes? A mendoni që PDK-ja duhet ta shpresoj opozitbërjen e saj në raport me veprimet e pushtetit aktual? Ne jemi opozit në raport me partin pushtet, po nuk jemi opozit në raport me interesin e vendit. Gjithçka që ka qenë në interes të vendit, dhe është në interes të vendit, ne kemi përkrahur. Edhe marrëveshjet ndërkombëtare, financiare ndërkombëtare, edhe gjitha marrëveshjet tjera ndërkombëtare ne kemi votuar. A është shumë e butë opozita me pushtetin aktual, duke ju përfshi dhe juve? Shiko, nuk e konsideroj unë të duhur gjuhën e cila ndikon në polarizim. Kosovës i nevojitet bashkëpunimi. Kosovës i nevojitet marrëveshje. Por nëse asnjë nuk e arrit me bind, nuk jam vetë gjithë fajtor, kur kërkush nuk don me ty, e s'mundet me ty. Bani pyetje vetet pse po ndodh kjo. A je kënd serioz? A je kujt përgjegjshëm?